punë kur e do, normal që edhe rezultati është krejtësisht më ndryshe. Talentin mos me thonë se po ndërpreken pej dajve. Jom qa që ljët me ta, në mëngjes si qona është se një parë që bëjmë në i thiri vllaznit e me, knaqna shumë me ta. Nuk të vëfaj, as ty, as vetës, janë thjesht, grackat e jetës, nuk i bën ball njeri, nuk i bën ball as unë as ti, pa fat. Ishim në jetë dy udhëtar, nuk e gjetëm yllin polar, nuk e gjetëm kepin e shpresës. Nuk janë Remzi dhe Nejat Osmani, por Leonora dhe Leotrimi janë vëlla e motër nga Kamenica, që me zërin e tyre unik bëhen pjesë e shumë ahengjeve. E gjithë kjo nisi me vëllajin dhe vazhdoi te motra. Zërin e trashëguan nga dajt, duke e bërë atë të jetoj përmes brezave. U pajësëm me ato gjonat, edhe fillon prova në shpe, halakom të lovi. Ma shumë si kur hajgore. Po, pas disa kohë provë, mi me thonë është në një vit, dy, ka edhe dasë me parë, qysh para 11 vite. Edhe normal ka qenë shumë interesant edhe kështë gjë sfiduse edhe stresuse, se i shumë tri, edhe bile kur prezentoj shumë dasma, në mu shumë tre dhe nga kështu shumë që ditë shumë pak se qysh, ama... A mujnë me përfundu dasmën, po kina punu shumë kina punu, i kina dhonë shumë rëndësi muzikës. E kemi dhonë se e kemi dasht mas pare. E një punë kër e do, normal që edhe rezultati është krejtësisht më ndryshe. Talentin mos me thonë se po ndërpreken pej dajve, këto du të me cikë se... Edhe që keni ngjatë dajve. Po, ka dajt, definitiv. Ata e zgjodhen zhanrin popullor sepse u rritën me të, e ndjejnë Allah se qna i dogje krejt ma ha. Oh, nuk e dogja unë se jam delije, e do gjitha i djali me alpije, Prej fillimit të mprej që ma i men vetën, në kom këndu vetëm këngë popullore, gjandrit popullor. Nuk është që nuk kam pëlqy këngë zbavit, ose gjandrit tjetër se i dëgjaj prap, dëgjaj edhe këngë anglisht, edhe krejta gjandret, se mas pari studimet i kom pas muzikë klasike. E normal që muzika i përshin gjitha gjandret. Mirë po, muzikën popullore nashti se i në arrit në frymën e gjyshet, që e ka dashqit zhandër të muzikës, edhe gjatë të në kohës, unë jom ngrit prej gjumet, të e ndëgju gjyshin tem, të këndu veç këngë popullore. Jo vetëm si fëmijë, por edhe sot. Në çdo tryezë të familjes Lozani, këngët nostalgjik janë gjithmonë pjesë e momentit nga ta. Nëse veç pak dehe, më rikthehen kujtimet me ty. Nëse dehem, për ty shprehem, sa të kam dashur ty. Atëherë çdo tryezë që shtrohet në familjen tonë, dihet që na kemi me qenë pjesë e saj, na asgjë nuk bëhet na pa fillu me këndu. Fatmirësisht e ceko e Leotrimi dhe Maherit i kemi pajisjet në shtëpi, gjë që na lehtëson punën 90% sajna, kështu që na e dina që e kemi qatë rol në familje. Si në familje, si në shoqni, si në gjithë shka. Bile frek e kam posa një shoqen i naj, edhe kur unë janë njësa mu vesh, ta shkodin e veshës, ta qëfar kodi kiti, të edhim punën tonë, dhe cëla është puna jote, kështu që unë jom pajtu me qëtë punë, e di që në krejta festa që a kena familjare, roli jonë është këndimi, roli jonë është skena. Apo vjen se mbyti mali, shpirtin e kam në pik të halit, apo vjen, po du me t'pa. Ishëm në renovim të shpis, nëse s'ka bëj, po, edhe ata punëtorët na punë të po muzikë edhe tha, jo, tha, na kena si vjetë dasëm edhe ju keni me arë në dasmën tonë. Edhe për njëve ke pak. Edhe shumë e mirë, po një të nko pak edhe ke stresu se a jem të gatshëm. E papritshme. Edhe normal nuk e harrojmë atë dasëm, kur ka qenë në parë edhe pa të më kalu shumë mirë. Edhe kemi raporte shumë shkëlqyra me atë familje. Me atë familje edhe kemi vazhdu në për ahengjet e asaj familje, kemi marrë pjesë edhe në shumë dasma tjera, edhe i falenderoj ti për shumë që
Ata kanë qenë njëna prej shtysave të mdoja që na kemi fillu me dasma se na e kemi pa vetën, kemi mendu që kena nevojë edhe për halo prova me majt, se dasma kërkon shumë punë. Motër e vetme me 2 vëllezër, Leonora tregon dashurinë e madhe që ka për ta. Na prej fillimet, prej qysh fëmijë, kemi pas raportet tepër të mira, tepër të lidhuna. Unë e di që për shembull nëse shkoj tash te prente me, edhe nëse nuk është leutrimi ose afrimi, mu nuk më doket shtëpia shtëpi. Jom që lidh me ta, në mëngjes si çona është sa një parë që bëjmë ne thirrë vllaznitë me, kënaqna shumë me ta. Edhe shumë i kena lidhje të afërta me njëri tjetrin, çdo mendim që marrëm për njëri po mendoj është hapi i parë që e bëjmë, është e kontaktoj vllaznitë me për gjithçka që bëjnë jetë.